Mbledhja e radhës së Këshillit të Bashkisë së Madh që ishte parashikuar të zhvillohej këtë të premte u shtyp për të hënën për shkak se siç e deklaroi kryetaria e Këshillit Bashkiak, anëtarët mungonin për arsye objektive dhe se kishin të pamundur paraqitjen. Kur mundi nuk është mbledhur, ne jemi vetëm 9 këshilltarë sot në takimin e sotëm, për arsye objektive, mbledhjen do ta kalojmë ditën e hënë, me të njëjtën rendite, me të njëjtat pika siç janë planifikuar për ditën e sotme. 12 pika ishin parashikuar në rendin e ditës të mbledhjes së sotme, pika të cilat do të shqyrtohen të gjitha ditën e hënë në po të njëjtën orë. Mes pikave që do të shqyrtohen janë ndihma ekonomike për muajin dhjetor, sistemi pikëzimit për programet e serenimit social, raporti vlerësimit dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave vendore, projekt vendimi për krijimin e Këshillit Rinor në Bashkinë Mate të tjerë. Në mbledhjen e ditës së sotme ishin të pranishëm vetëm 9 nga 21 këshilltarë që ka Këshilli Bashkiak i Matit, ndërkohë minimumi antarëve për të zhvilluar mbledhja është që të jenë prezent 11 antarë.